të ruajmë njëri tjetrin, ta duam njëri tjetrin, të mos lejojmë video të ndryshme në përjetet sociale të fillojnë të tallemi dhe të bullizojmë njëri tjetrin, sepse fëmijët e tanë që vinë nga gurbeti ndoshta nuk e dinë gjuhën shqipe bashmir, e të desh me fole e bëjnë ndonjë lapsus, e bëjnë ndonjë gabim, e fëmijët e tanë tjerë t'i vërthurin atij, edhe ai ngelet i shashtrisur, i habitur, duke mos e ditë si cilën të rrethona. Përkundrazi, merre me të mirë, afroje, edhe fëmijët e tanë duhet të tregojnë kujdes të jashtëzakonshëm për ta, që ja mësojnë edhe gjuhën shqipe dal nga dal, edhe të folin me ta shqip, s'ka nevojë fëmijët e tonë me fol me ta anglisht, e as frëngjisht, e as gjermanisht, por le të folin edhe ta shqip si fëmijët e tonë, edhe le të jetë pushimi veror i familjarëve tonë nga gurbeti, një kurs intenziv i gjuhës shqipe, që kur kthehen nga pushimi veror në vendet ku jetojnë, t'i kenë mësuar edhe disa fjalë të gjuhës shqipe, edhe ta folin edhe më mirë gjuhën tonë anëtare.